Si mundet dikush të pretendoj se qëllimi ishte marrja e kontrollit të Kosovës, kur ne pranuam që bashkësia ndërkombëtare ta kishte fjalën kryesore në Kosovë. Pastaj që UÇK-ja t'ia dorëzonte armët NATO-s, siç ndodhi më vonë në qershorin 1999 shtator 99. Pas kapitullimit të Miloševićit, Kosova fut në administrimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Fakti njohur botërisht. UNMIK-u sqaroi që në fillim se gjithë pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe ai gjyqësor ishte në duart e tyre. Këto ishin rrethona krejt tjera. Më pas, unë punova me UNMIK-un dhe me partitë e tjera politike për të ndihmuar në zbatimin e mandatit në të mirë të popullit të Kosovës. Punova me strukturat e përbashkëta të UNMIK-ut. Të nderuar gjyqtar, gjatë tërë kësaj kohe, i vetmi pushtet që kisha unë ishte pushteti i zërit tim. Dhe të nderuar gjyqtar, si që keni pa gjatë procesit gjyqësor, unë e përdora zërin tim për të promovuar një shoqëri shumë etnike, tolerante në vendin tim në Kosovë.